Përshëndetje, ju njoj me shtypin e ditës për këtë të premte datë 19 dhjetor. Gazeta Telegraf hapet me lajmin tender i portit të Durrësit në SPAK, ja afera 400 milion euro në Porto Romano. Kuvendi Sovranit kthehet në ring gladiatorësh. Nis Akademia e Pushtetit Vendor, ministri Ervin Demo dhe bashkëkryetari i Akademisë Emiriana Sako, kryetare e Bashkisë Durrës, firmosin marrëveshjen. Në gazetën Dita mund të lexoni letër e hapur drejtuar kryetarit të Kuvendit, kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, antarëve të Këshillit për Rregullore në mandatet dhe imunitetin, antarëve socialistë të Kuvendit. Nga Fatos Tarifa. Një letër nga brenda shtëpisë dhe çfarë pritet të bëjë SPAK nëse Kuvendi bëhet gjykat. Kërkon arrestimin e Ballukut, zbulohet përmbajtja e relacionit të SPAK-ut në Kuvend. Më në brendësi mund të lexoni Lufta e ftohtë dhe libri i Irakli Koçollarit. Në gazetën Panorama mund të lexoni kaos në parlament, korrupsioni Ballukut, opozita ndes flakadanët në Kuvend, PS-ja kërkon dëshkimin e 28 deputetëve. SPAK forcon akuzat për Ballukun, apeli i GKK-s nuk lëviz masat, ministri andalohet tik jashtë vendit, sot mblidhet këshilli mandateve. Në Panorama Sport mund të lexoni Partizani sfidon Egnatian, Skuka kthehet në mister. Solere ndjeva se duhet ta mbyllja kapitullin Tirana. Në ndetës ja do reagimin, Zuna paralajmëron Blut. Tensionet në Vlorë, të gjithë kundër klubit. Kraja Vllaznia po vuan presionin e titullit, reagojnë. Napoli në finalen e Superkupës dështon Milani. Kivu ndeshjet me eliminim direkt janë të rrezikshme. Ter Stegen trazon ujrat, Flick mbron portierin. Ish asistenti Pep kandidon që ta zëvendësoj.